Nga Somalia. Po tashu, unë i kam jetu të dy regjimet, atë të Enverit edhe të tjetrin. Të tjetrin edhe pse pak, po kam kujtime shumë më të hidhura se në regjimin e Enverit. Të them të drejtën, në atë ko, se unë për tashi jam një, si që thonë ato, elektorat blu, që gri, do më thonë, në kuptimin e partisë, nuk jam me asë një parti, nuk du t'i bashkë ngjitëm në i partije aty, a kupta. Edhe në atë ko, unë kam marru shkollën për gjeologji, për teknik gjeolog, pastaj bona një shkollë tjetër, ashtu quajtura shkolla e partisë. Pas ke qenë komuniste? Po, kam qenë, nuk e mohoj. Ka qenë edhe Sala? Ajo. Se di, tani ta po na bën të dyshojmë. Po na bën të dyshojmë. Për këtë thash që në fillim që jam element gri, do më thonë nuk me përshtatën ato partitë, se cila asnjëna, ne themi në atë kohë ishim në socializëm që nuk ndërtu kurraj socializëm vetëm me fjalë thoj. Me vepra nuk kishim asnjë tafërsi me socializmin. Hym demokraci e flasim gjithë sikur tashi atje ka arrit demokracia. Fare, nuk kemi hyrë fare në demokraci, jemi komplet jashtë shinave si thonë. Ne jemi në Otranto, aty kur përplasen ujrat. E s'dim a do na marri dalga, a do na kthej pas, a do na çoj para. Ne du të them se të gjithë këto si janë tashi, asnjëna nuk e ka me bazë demokratike, do të thotë shumica. Do të thonë, tu theqe populli, tu theqe organizata. Po mirë, ti Agim je mirë me jetën tënde, kam përshtypjen. Çfarë po të bëhet vonë ty, ç'bëhet këtej me Shqipërinë? Ti ke ikur jeton andej, ke njerëz këtu? Nuk diskutohet. Kam unë njerëz atje, po nuk e kam vetëm për njerëzit e mi atje. Jam krejt shqiptarët. E simbi t'u pa në Shqipëri një ditë bashkë. Po ti si jeton në Shqipëri? Agim, ti jeton aty, ma do mëndja e ke reguluar jetën. Qa shqetësimi ke ti? Për Shqipëri? Ke shqetësim për Shqipërinë? Po që të diskutohet dhe për Shqipërinë vjen keq, pse 30 vjetë ne akoma nuk kemi hyrë në demokraci. Vjen shumë, disim vjen... Ju keni ikur, Agim, ju keni ikur, ku të hymë ne? Ne jemi shumë pak tani. Kemi ngelur pak, po zbrazemi edhe më shumë. Ju keni ikur, ju që keni ikur, s'mund t'ju vi keq për ne. Edhe për këtë vjen shumë keq. Se po ikin gjithë e po lëm vendin tonë, pak në e kanë morë gjithë ato pjesë, gjithë ato vene, edhe ne nuk bëjmë fjalë fare, e nuk e di që të them. Vjen keq pra, vjen shumë keq që Shqipëri po shpopullohet veni. Ka shumë gjona atje që nuk shkojnë, e para ekonomia.